ndonjë personazh publik që ti e ke parë të përmirësohet ndjeshëm gjatë trajnimeve? Një emër që mund ta përmendësh? Janë disa emra që mund të përmend, nuk është se në fillim kanë pasur pak siklet njerëzit që po bënin një trajnim të folurit në publik, apo si do ta merrte tjetri, se nëse ti do t'i thoje një shoqes tënde ose një shoku tënd, thoshte, "E çfarë di më fol ti që tu shku atje?" Kështu që paragjykimi ishte pak më i lartë. Kurse sot jemi, le të themi, në krye të 11 viteve që unë kam startuar si trajnim dhe janë momenti hapur dhe din çfarë duhet dhe nëse nuk bëhet ajo që duhet, çe don. Kështu që është më mirë të bëhet. Vasil Naçi është një nga emrat që e përmend gjithandej që unë trajnohem dhe duhet të trajnoheni. Meqense fjala Warren Buffett është trajnuar, është një nga njerëzit më të pasur të botës edhe e thot me bindjen e plot që nëse doni të bëni biznes, duhet filloni të trajnoheni të folurin në publik. Një nga politikanët dhe biznesmenët gjithashtu shqiptar është Vullnet Sina, i cili e ka pranuar publikisht që duhet të trajnohem dhe duhet të përmirësohem pavarësisht stadit që kam dhe moshës që kam, nuk është ndonjë problem i madh. Nëse futemi ke zona e showbizit, Lei Kraja e trumpeton fuqishëm që unë vi nga një folur anglisht dhe më duhet një trajnim në shqip edhe i të folurit në publik, e të tjerë. Tani, me qënë se jemi jemi në fushat elektorale, by the way. Nga figurat politike, figurat kryesore, ato që mbajnë peshën kryesore në ligjërimin publik politik në këtë moment, si do t'i vlerësoje në të folurin publik? Pra nëse do t'i shihje thjesht si eksperte e komunikimit publik. Kam dëgjuar një politikan të Durrësit, një intervistë dhe një publikim që kishte bërë një Alban Xhelili. Nuk e njoh kush është, më ka bërë shumë përshtypje artikulimi i atij zotëris dhe kush hyn dhe lexon dhe shikon kush është. Mua më ka prekur dhe për mos thënë që kur e pash u përlota, sepse ata që do ta shohin këtë intervistë dhe këtë gjendje tani do ta kuptojnë se pse kam këtë lloj qasje. Artikulon dhe shpreh ndjesinë që ka për të ndihmuar me botën e tij, me njohuritë, me dijen, me inteligjencën, me mençurinë. Ndërkohë që ne shikojmë ca prototipa të tjerë që thon, "Ha me, ku je me?" Mua kjo gjë më bën nuk më krijon një qasje të mirë. Nuk më krijon një qasje të mirë si qytetare, nuk më krijon një qasje të mirë si një trajnere të folurit në publik, nuk më krijon një qasje të mirë si artiste e këtij vendi dhe sigurisht që nuk e përqafoj dot. Qartë. Kështu që për sa i përket politikës, politika thjesht duhet të kuptojë që është aty për të na shërbyer ne. Jo ne duke i shërbyer me një votë edhe të bëhemi hajde t'i japim votën se gjuna ta ngjisim prapë atje ku është apo ta zbresim nga atje ku është. Nuk është kjo. Ata duhet kuptojnë që janë për të na shërbyer. Nuk mund të flas dot tani foli kështu apo foli ashtu, sepse nëse kemi këtë lloj perceptimi jemi shumë larg të folurit në mënyrë protokollare apo në mënyrë serioze apo të kemi një qasje të mirë me audiencën.